Dy të moshuarit e dhunuar në fshatin Shtoj i Vjetër kanë treguar krejtësisht ngjarjen e ndodhur. I zoti i shtëpisë, Maliq Tahiri, thotë se dy persona tërësisht të maskuar e kanë dhunuar duke e goditur disa herë me qytën e pistoletës në kokë, duke i kërkuar para. 6:30 mëramjes në vëllënua dera, se kërsiti, si trate tërmeti. Për shoqovën kam që ishe në kuzhinë, hinë 2 djelmosha të ri, me robet zeza, me doreza zeza, edhe të mluën ftyrën me moskim zeza, në sulmuën. Dërzo, qatë keni mërë qa u gjetë, pare. Edhe më lënojnë me livore. Hinë 2, njëni u tërë të unë, njëni u tërë të gruja. Gruës i futën e ta shamin goj. Nuk më la më këseu si gjili pulës, dhe më thonë, me livore. Edhe pap, më sakatoj, po unë e bëllë 100 roba. 2-3 herja kapa livoren, aj maj fuqishim, edhe hishtë edhe mbite prap. Pare, thëmë, jam pensionist, kam pare. Maliqi thotë se në një moment kur grabitësit ndodheshin brenda banesës, bashkëshortja e tij Lifte Tahiri ka dalë në obor duke bërtitur dhe më pas ata janë larguar. Pas kanë paharrua deri në Qile, doli gruja, vrap e këtu dhe bërtiti, priti, maru me hajdu, tate, brit gruja, kur doli gruja që të bërtit të jashtë, kanë dalë e kanë ikë të 2. Kanë dalë në përari, në për dëlyma, i thonë, tokë teme këtu dhe kanë ikë në ka vraka. Nuk kanë arrit me margjan se në mështoj gruja që i bërtiti. Edhe më parë banesa e qifti Tahiri është bërë prej e vjedhjeve, teksa kanë që në Itali tek fëmijët e tyre. Gjatë lunë që në bëntëm në këna i vajzë në Itali, edhe në këtë një të i bërtit, qa ke nani i ratër për ati në ka një. Mënë të marume, më kanë vilë motorin e pusit, më kanë vilë kablën të para, si me thanë 3 muajsh. Dy të moshuarit që tentuan t'i grabisnin, pasi janë dërguar në spitalin e Shkodrës dhe kanë marrë ndihmën për plagët e shkaktuara, janë rikthyer në shtëpinë e tyre, natyrisht të shqetësuar mbi ngjarjen e ndodhur.